Trump sulmon Macron, presidenti francez ja pret shkurt, nuk mund të kundërshtosh veten çdo ditë. Tensionet verbale mes Donald Trump dhe Emmanuel Macron janë rikthyer në qendër të vëmendjes. Këtë herë me tone edhe më personale, presidenti amerikan ka ironizuar homologun francez duke rikthyer në vëmendje një video të shumë përfolur ku bashkëshortja e Macron, Brigitte Macron, shihet duke i shtyr fytyrën në avion. Macron, i cili trajtohet jashtëzakonisht keq nga gruaja e tij, është ende duke marrë veten nga goditja, u shpreh Trump duke shoqëruar deklaratën me tone tallse. Reagimi i Macron ishte i ftohtë dhe i prerë. Në Seul ku ndodhet për një vizitë zyrtare, presidenti francez refuzohet të hyjë në polemikë direkte. Komendet të tilla nuk janë as elegante dhe as dinjitoze, nuk meriton përgjigje, deklaroi ai. Megjithatë, Macron nuk i kurseu kritikat në mënyrë tërthorë, duke vënë në dukje qëndrimet e paqëndrueshme të Trumpit në politikën ndërkombëtare. Nuk mund të kundërshtosh veten çdo ditë, nuk të bën të thuhet sot e kundërta e asaj që ke thënë dje, tha ai në lidhje me zhvillimet e fundit në lindjen e mesme.